Të dashur miq, po nisim së bashku episodin e fundit të emisionit Art dhe Art për këtë sezon. Një sezon i cili në fakt ka promovuar artistë të ndryshëm, ekspozita dhe aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike në vendin tonë, kryesisht në kryeqytet. Kemi risjell në vëmendje shumë artistë shqiptar e jo vetëm, të cilët janë afruar tek publiku ynë nëpërmjet aktiviteteve që kanë treguar dhe kanë përcjell mesazhe të ndryshme dhe shpesh ne kemi vazhduar misionin dhe synimin ton për t'i sjell ato te publiku dhe për ta tërhequr patjetër vëmendjen e këtij të fundit për t'i ndjekur ekspozitat nga afër. Profesor, ky është emisioni apo sezoni i 5 i emisionit Art dhe Art ku unë jam pjesë. Megjithatë, ky është një emision shumë i hershëm juaj, i cili ka nisur shumë vite më parë edhe ka patur gjithmonë në vëmendje artin pamor, artistët, ekspozitat dhe sigurisht publikun artdashës që shpesh ka qenë edhe bashkëpunëtori ynë më i mirë duke na ndjekur dhe duke i dhënë rëndësi të gjitha këtyre aktiviteteve të përcjella nëpërmjet nesh. Ne kur po diskutonim se çfarë do bëjmë atë emision e fundit, vendosim që të bëjmë një bashkëvizitim së bashku për të treguar që ky emision, ju e thatë 5 vjetë, unë kam shumë vite më përpara, që në 2009 kanë nisur me një emision në një nga televizionet e atëhershme informative më publike, më të rëndësishmit në vend, por duke nxitur artin dhe bashkëvizitimin e tij me publikun, pra janë gati 16 vjet në këtë bashkëvizitim dhe kur tek diskutonin bashkë për këtë gjë, më kujtonin ato emisionet e para kur ne bënim ankandet, kur promovonim artistë dhe më kujtohet është ironike shumë që emisionet e para më vinin mesazhe shumë ofenduese. Do të thënë, tregonte që shoqëria po përjetonte një moment që ju duke çudi në ato problematika, në ato gjërat që ndodhishin në Shqipëri, ne kishim një mision tjetër, sepse një artist ka një mision tjetër. Kjo buronte prej meje sepse edhe formimi im, jo vetëm si artist, por edhe si një studiues arti me botime, në kritikë dhe aktiv në kritikën e artit, sigurisht që e kisha si mision që ta kryej këtë gjë, plus specializimet që kisha bërë, dhe më dhanë mundësi që të komunikoja dhe të isha shumë i qetë, sepse e pash dhe e vura re me kënaqësi që pas emisioneve të para, 5-6 emisioneve të para, filloi u kthye në invers kjo gjë, filluan të lavdrojnë, filluan të bëhet pastaj si një gjë referente për artin pamor, rriti vlerën e artit pamor në Shqipëri, sepse të them drejtën, deri në atë kohë është një realitet konkret që vepra arte nuk çmoi si e tillë dhe çmimet ishin shumë të ulta. Ne në ankandet që bëm dhe atë sukseset që arriti ankandet e para, në atë kohë krijoi një situatë tjetër për artin dhe artistët. Pastaj kjo vazhdoi dhe angazhimet e mia sigurisht që kishin bënin edhe me drejtimin e institucioneve të ndryshme, dhe më bëri që të ridimensionoj këtë emision dhe për ta bërë pastaj si një emision i cili të kishte një mision tjetër. Një mision i cili jo vetëm të propagandonte, të menaxhonte, të marketonte artin shqiptar, unë e kam pikë të dobët marketingu në artin shqiptar, sepse mendoj që shtetet fuqishme i marketojnë artistët e vet, ndërsa Shqipëria për arsyet që dihen këto të tranzicionit, por edhe të periudhës komunizmit ku ishte izolimi i plot, nuk kishte mundësi ta bënte këtë gjë. Atëherë disa njerëz do të marrin përsipër disa gjëra të cilat bëhen për herë të parë. Pra, nga kjo pikpamje, them që përveç vështirësive që ka, duke ofruar edhe pranë televizionit publik, që është një nga televizionet kam quajtur dikur kur nisëm emisionet e para në këtë televizion publik, e quajta si giganti i mediave shqiptare dhe e tillë është, dhe fakti që sot ajo po konkuron me dinjitet dhe televizionet më të fuqishme publike, pra është një televizion i cili vërtet e përçon jo vetëm në mjediset qytetare, por edhe në mjediset rurale. Pra, e gjithë kjo punë që bëjmë ne, do të thënë, ka një synim, ka një mision. Dhe misioni është që ne të përgatisim dhe të orientojmë, të rrisim nivelin e perceptimit për artistin, për vlerën e artit, për kulturën, pra të perceptojmë dhe kulturë. Edhe kur ne bizetuam bashkë, sa herë do t'ju njëshit një
vajzë sa akoma studente, besova që dhe ne ato bisede që bëm ishte pikërisht kjo gjë. Nuk duhem një emision show, po duhem një emision që godasi tek publiku, që të afrohet tek publiku, për ta kulturuar publikun, për ta mësuar publikun me artin, për ta bërë atë sa më institucionet e artit, galeritë, muzeet, këto ekspozitat që hapen të artistëve, duke afruar këto gjë, ne jo vetëm që bënim të njohur artistët më në zë të Shqipërisë, por edhe të botës, për faktin ton këto vitet e fundit dhe për lumturinë time, kam pasur rastin të komentoj dhe vepra jo vetëm vepra botërore, por dhe vepra botërore, siç ishte edhe rasti i fundit në ekspozitën e fundit tek Kodi. Mirë, po cili mendoni ju që është ai ndryshimi që ka pësuar qasja e publikut? Pra çfarë ka ndryshuar qasjen e publikut ndaj këtij emisioni apo ndaj këtyre lloj emisioneve që përqendrohen te arti? Nga ato mesazhe sulmuese negative në fillim deri tek një qasje më pozitive tashmë, e cila është më mirëpritëse ndaj këtyre emisioneve dhe patjetër më bashkëpunuese për të vazhduar misionin e tyre. Së pari duhet kemi parasysh një gjë që këto emisione të cilat vërtet duken sikur nuk janë shumë publike, nuk sjellin shumë popularitet, realisht në popull, dhe unë e thash atë rastin e parë, por kam raste të cilat edhe ndalojnë njerëzit rrugës dhe thonë kam ndjekur ose të kam parë, sigurisht që arti ka mësuar një gjë në Washington, që gjëja e parë që thonë që për artin gjithmonë njerëzit tulaten, sepse ndruhen që mos bëjnë gabime, mos duken sikur janë ignorant, mos duken sikur nuk e njohin dhe heshtin dhe mbajnë qëndrime të realisht ky lloj emisioni që bëjmë ne, që është e para që bëhet për artin, por nuk them tashmë e kanë edhe këtë të tjerët, por ne marrim atë përsipër misionin ton dhe mënyra që ne kemi organizuar, që jo vetëm me intervistën me artistin, që ne ja bëjmë të njohur publikut artistin, idetë e tij, mënyrën e tij, konceptet e tij, ato artin e tij, ndërkohë unë marr përsipër që t'i bëj dhe një analizë, e cila nga kjo pikpamja është e vetmja në Shqipëri prej vitesh, sepse kjo sigurisht do një përgatitje, do një si themi, do një njeri i cili është marrë seriozisht me këtë punë, dhe sigurisht mund ndihmojnë dhe studimet e mia dhe librat e mi që janë tashmë një numër i konsiderueshëm, dhe të kolegëve të mi, dhe ne shpeshherë kemi evidentuar këto kolegë që merren me qoftë Zanën, qoftë Ylli Drishtin, qoftë Gripshin, që ka filluar të botojë në mënyrë dhe Hoxhën, pra të gjithë këta krijojnë një armatë të tërë të formimit të artistëve, jo vetëm për në ndihmë të artistëve që përgatiten si të tillë, por edhe në ndihmë të publikut, se si ta shohë veprën e artit. Dhe unë mund t'ju them modestisht që disa herë kam pas shumë telefonata, të cilat janë të tilla që zoti Hado ose profesor Hado, sipas moshave që janë drejtu, domethënë ky artist ka ardhur ke emisioni jot, ose e keni analizuar ju. Pra, më vinte mirë që emisioni u bë si një referent ndaj vlerës të caktuar të një arti, të një artisti në vend ose të një vepre të caktuar. Plus ato telefonatat që shipe këtë vepra, bën kjo, domethënë a ka një kosto, dhe sigurisht ne kemi sqaruar gjithë këto, jo vetëm nëpërmjet emisionit, por edhe nëpërmjet asaj pjesëmarrjes aktive në këto telefonata, por ka ndikuar gjithmonë emisioni. Pra, këto emisione janë ndikuese, janë formuese, janë që ngrehin kulturën në një vendi, nuk e ngrehin në mënyrë të menjëhershme, sepse kultura dhe arti, arsimi nuk ngrehin menjëherë. Këto duan kohë, duan formim, dhe unë thash, nga ajo sharjet banale tek lavdrimet tregon që e bëri efektin e vet. Pra, edhe sot kur një televizion tjetër bën një anket të tillë, pra përsëri ka një dominancë pozitive tek publiku, sepse i referohet një vlere. Sigurisht që ne si televizion publik kemi detyrimet
e veta, televizioni publik ka detyrime për formimin e publikut, dhe si e tillë, emisione tilla, qoftë për artin pamor, qoftë për teatrin, qoftë për filmin, qoftë për librin, janë emisione të cilat janë të domosdoshme, pavarësisht se mundet në atë shikim të parë, duken sikur i përkasin vetëm një grup elite ose një grupi publikut. Realisht, këto i përkasin të gjithëve. Unë po marr një shembull që kur isha në Galerinë e Arteve, ne ftuam fëmijët e Bathores në galeri për një vizitë. Dhe ka qenë shumë interesante që në atë kohë Edi Rama ishte kryetari i bashkisë dhe vjen bërë një mbledhje dhe më thotë çfarë janë këta? Them unë janë fëmijët e Bathores. Dhe ato hynin me radhë, me qetësi të madhe. Ndryshe ndodhte me fëmijët e Tiranës, ku sa hynin me zhurmë, me këto, me ato, siç po shkujdesjen. Pra, ai tregon, dhe unë jam i sigurt se cili prej atyre fëmijëve të Bathores e ka në si nik në shpirtin e tij atë vizitë që ka bërë dhe ka ndikuar ajo, aq sa ka ndikuar në një përqindje të vogël kur kanë parë veprat e artit të Galerisë së Artit dhe Edi entuziast, si që tha, ore të bërtit me të madhe, dhe se qega, unë duke fol me avash, që tha, kjo është ngjarje e madhe. Pra, themi që këto gjërat e artit janë gjithmonë gjëra që nuk janë publike, nuk bëjnë, sigurisht që ka dhe aktivitete publike, që kanë ndikim të madh, si që janë koncertet e këto, ose bienalet, por ne kemi ndjekur të gjitha këto aktivitete me këtë synim, me këtë mision që përgatisim të edukojmë, të kulturojmë masën, një masë sa më të madhe. Po ti referohemi pak situatës aktuale të gjithë zhvillimit të artit pamor në vendin tonë, do të thoja që është pak sa delikate në aspektin e mungesës së institucioneve apo të destinacioneve të ndryshme kulturore. Pra, prej vitesh Galeria Kombëtare e Arteve është e mbyllur në proces rikonstruksioni, gjithashtu muzeu kombëtar. Megjithatë nuk kanë munguar aktivitetet në ato hapësira që vazhdojnë të kenë synimin e tyre për të promovuar artin pamor. Duhet kemi parasysh një gjë që jo gjithmonë institucionet janë pjesë ose pjesa më kryesore e sipërmarrjes ose e pasqyrimit të artit ose e thithjes të produktit artistik dhe ekspozimit të tij. Sot arti është bërë më masiv, për shembull ne kemi festivalin e Murit që zhvillohet në mënyrë shumë aktive dhe është shumë publike, qoftë skulpturat e publike që janë vendosur në disa vende, që bëjnë artistë ndryshëm, që bën Alfred Mirashi, Xhixha, Elidon Xhixha dhe edhe të tjerë, Sadik Spahiu, që ka vendosur vepra të tilla. Pra janë vepra që kanë ndikim të madh tek publiku. Jo vetëm që krijojnë një arkitekturë moderne, një koncept i cili tashmë është pjesë aktive edhe e Shqipërisë, falë këto edhe sipërmarrjeve që artistët bashkëkohor bëjnë në këtë rast, performancët e tyre, por gjithmonë këta artistë të cilët merren me këto, ku ndërta unë mund përmend edhe Elidon Alitin që ka një aktivitet vazhdueshëm jo vetëm të bienaleve, por edhe të festivalit Murit që e kuron në mënyrë shumë specifike. Them që këto të gjitha kanë ndikim. Ne gjithmonë kemi shkuar atje ku ka qenë vlera e vërtet, ku është krijuar vlera, qoftë edhe në mënyrë një vlerë modeste, por e kemi evidentuar me synimin për ta nxjerrë në para një publiku më të gjerë. Shpesh herë vëmendja e audiencës vendoset patjetër në fusha të tjera, ju e përmendët pak në gjithçka thatë deri tani. Shpesh herë publiku ose edhe programacioni i televizioneve të ndryshme ka në krye politikën, pastaj kronikën dhe arti mbetet paksa në hije. Megjithatë, emisionet e artit dhe kulturës kanë publikun e tyre. Çfarë mendoni ju që duhet të jetë ai momenti që duhet ndryshoj paksa vëmendjen e publikut, po pse jo edhe të vetë mediave, për t'i dhënë më shumë hapësirë dhe vëmendje artit dhe artistëve? Do të kemi parasysh një gjë, në gjithë botën, nëse ka një ngjarje të madhe arti, fillohet me këtë ngjarje. Nuk fillohet me politikën, nuk fillohet me vrasjet, nuk fillohet me kronikën e zezë, por fillohet me artin, me të bukurën dhe pastaj ti mund të shkosh gradualisht. Gjithmonë, unë them që është një gabim për mua, programacioni, që gjithmonë artet dhe sportit i lejnë në fund fare. Realisht, publikun më të madh
e kanë koncertet, e kanë sportet, do thua pse ne nuk na ndjekin ose pse artet e emisionet tilla nuk kanë audiencë aq të madhe sa këto. Sigurisht që e thash dhe po përpiqem ta them, arti, kultura, arsimi nuk janë ndikues të drejt për drejt të momentit. Ato janë shtresa kulturore të cilat vinë me breza. Pra, nëse sot kemi një arsim të dobët, nëse do të diskutonim, që për mua nuk rezulton i tillë, ka përpjekje për të ngritur nivelin cilësor të arsimit, se unë jam vetë pjesëmarrës në këto, në këtë formim të studentëve, jemi shumë serioz në fakultetin ku jam, në universitetin ku jam, dhe ne përpiqemi që gjithmonë të japim atë perspektivë dhe të jemi shumë të adaptueshëm me trendet e kohës dhe me të gjithë kërkesat e kohës. Dhe ne sot jemi para një shfaqje të tillë që e cila të teknologjisë, po shfaqet një teknologji të mërshme për të them në thonjza këtë, që inteligjencë artificiale që po bën gjithçka dhe po dalin probleme që studentët është me kanë më kollajshme. Por kjo është një aspekt tjetër. E kam këtu që edukimi me kulturë, me arsim, me gjitha gjërat, me art, nuk merret me njëherë. Merret gradualisht. Dhe ne jemi pjesë e asaj që po përgatisim njerëz të cilët vërtet bëjnë pjesë në atë pjesë sipërmarrje e cila nesër do jenë audiencat, ashtu siç ndodhin dhe në vendet e përparuara, siç po ndodh aktualisht, që ndjekin më shumë artet me emisionet e artit dhe kulturës. Nuk mund të flasësh një francezi që ti flasësh për politikë para se ti flasësh për letërsinë, për artin, për kulturën. Pra, kjo do vi me kohë. Sigurisht që ju e thatë atë që mungesa e institucioneve, ato janë të përkohshme, do bëhet Muzeu i Artit, do bëhet Muzeu i Artit Bashkëkohor, do ketë sipërmarrje tjera, do ketë zhvillime tjera, do ketë botime, të cilat do forcojnë shumë marketingun e formimit dhe të edukimit të brezave të rive me art, sepse do të thonë që një nga defektet më të mëdha është që nëse ne kontraktojmë me rininë e sotme, jo vetëm për nga pikpamje historike që nuk njohin asnjë artist, nuk njohin asnjë nga ato figurat më të shquara të qoftë të letërsisë. Pra, ose të kinematografisë me radhë. Pra, të them këtë që janë të domosdoshme këto emisione, aq më shumë tek një televizion publik që është i madh, një gjigant i cili vërtet është për të admiruar nga unë dikur kur punoj një televizion privat, bën një sondazh dhe se isha pjesë e drejtimit të marketingut të atij televizioni dhe vërtet dilte që televizioni që shihej mbas një televizioni privat që ishte në atë kohë, ishte televizioni publik. Dhe nganjëherë pa të drejtë televizionit publik i bien gjithmonë që shiko se nuk ka mundësi që nuk shihet, nuk ka audiencë. Ne paktën për emisionin tim ne kemi diskutuar shpeshherë bashkë që si ta bëjmë sa më atraktiv për publikun dhe ne kemi një publik i cili për kënaqësinë time është solid, ne kemi një numër që na ndjekin të konsiderueshëm. Synimi jonë është që të jemi sa më përçues të ideve progresive, të duke u ballafaqur gjithmonë me kërkesat dhe me zhvillimet më të reja të artit për të evidentuar ndërkohë dhe artistët që bëjnë performanse më të mirë ndërkombëtare, siç ne kemi evidentuar dhe Edi Hilën, që unë e përqej shumë si artist, por që nuk është thjesht që është një pëlqimi subjektiv dhe personal, por thjesht është një arritje e tij, ashtu si Andrej Sala, ashtu si Gjigja dhe Alfred Mirashi dhe të tjerë që kanë arritur suksese. Pra, janë artistë të cilët kanë shkuar në botë dhe kanë evidentuar artin e tyre, talentin e tyre dhe ballafaqohen shumë natyrshëm me të gjitha standardet botërore të sotme. Ne e kemi nisur këtë sezon të 5 në vjeshtën e vitit 2024 dhe në fakt
Që nga ai emisioni parë, kemi patur fatin të kemi pjesë të këtij emisioni artistë shumë të rëndësishëm, zëra shumë të rëndësishëm të artit pamor shqiptar. Në aspektin personal është shumë e rëndësishme për mua që në këto vite të para të karrierës time si gazetare të vendosem përballë këtyre artistëve dhe pse jo të marr prej tyre rrëfime interesante për jetën, krijimtarinë dhe për prezantimet e tyre në këtë periudhë të sotme. Megjithatë, në disa raste kemi patur edhe artistë që vinë nga bota, vinë nga vende të ndryshme të botës dhe shohin Tiranën, Shqipërinë si një destinacion të rëndësishëm për të promovuar artin e tyre. Tashmë artistët e kualitetit, po artistët ndërkombëtar vinë me interes të madh për të ndjekur dhe vinë për të dhënë intervista. Pra, të gjitha këto tregojnë që autoriteti i këtij emisioni është një autoritet i qëndrueshëm. Pra, e ka rritur nivelin e vet, e ka rritur performancën e vet dhe sigurisht që mbetet shumë për të bërë, për të ndjekur gjithmonë në ritmin, dinamikën e zhvillimeve. Sigurisht jemi para ngjarjeve të mëdha tashmë. Besojmë që këtë vit kemi ngjarje të mëdha, hapjen e galerisë kombëtare, muzeut kombëtar, hapjen e galerive të tjera dhe sigurisht këto janë ngjarje që ne do i përcjellim ose edhe të muzeut ose edhe të muzeve të tjera të cilat janë në për disa rrethe. Sigurisht që sezonin tjetër ne do të përgatisim bashkë një platformë e cila do jetë shumë efektive, shumë prekse dhe shumë dinamike për të bërë dhe për të thithur atë që ishte pyetje që ne e kaluam, që vërtet ne duhet arrijmë. Pra takon ne që të përgatisim publikun që të refuzoj politikën, duke afruar shikimin i vëmendjen, kujdesin ndaj aktiviteteve kulturore dhe të artit. Kemi patur artistë shumë të rëndësishëm, do të përmendja këtu Naxhi Bakallin, Gazmend Lekën, artistë të tjerë dhe aktivitete të ndryshme të grup moshave të ndryshme. Po, nëse më lejoni, unë do doja që në këtë bisedë së bashku të përmendim një prej këtyre artistëve i cili shpeshherë ka qenë mik i emisionit Art dhe Art dhe nuk ka refuzuar asnjëherë të transmetojë mesazhet e tij dhe shpesh ndryshe nga të gjithë artistët shumë i gatshëm për të evidentuar pastaj edhe problematika. Ka qenë Hermon Madhi i cili para pak kohësh është ndarë nga jeta në mënyrë krejt të papritur. Është një miku im i mirë dhe një artist i cili vërtet ishte i konsiderueshëm dhe i ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Liceun Artistik, si ndërtor për shumë vitesh, ka ngritur dhe ka marrë peshën dhe galerinë e asaj dhe më vjen mirë që galeria e liceut ka marrë emrin e Hermon Madhit dhe kjo është një vlerësim i shkollës si bën për një nga pedagogët dhe nëndritorin e saj. Gjithashtu dhe për ne vjen mirë që çmohet vlerësohet një artist në momentet kur ai nuk është më, është sigurisht një gjë për të vlerësuar, por edhe ne kemi evidentuar shumë liceun, punën, përpjekjet e tyre për të marrë atë status që tashmë e kanë realizuar. Dhe janë pjesë e rëndësishme tashmë e gjithë edukimit të pra kanë dhe ato një ndikim, sepse dhe atje tashmë ne kemi hapur disa ekspozita, për shembull ne hapim një ekspozitë shumë interesante, një skulptori tashmë shumë të njohur që është bë me shumë monumente, sidomos në Kosovë, Idris Balani. Pra, bëri një galeri e cila filloi të ndikojë tek publiku dhe filloi të ketë hapësirat e saj edhe për artistë jashtë liceut artistik. Ju thatë që ju ka ndihmuar shpesh patjetër të gjithë studimet tuaja, të gjithë përpjekjet tuaja për të qenë jo vetëm një krijues, po edhe një studiues shumë i mirë i artit dhe i artistëve. Megjithatë, në shumicën e rasteve, një pjesë e mirë e artistëve që kemi intervistuar apo kemi bërë pjesë të emisionit Art dhe Art, janë miq tuaj dhe ju i njihni mirë ata ose artin e tyre. Sa ju ka ndihmuar kjo për të qenë base më i natyrshëm ose më miqësor me ta, po ndoshta ndonjëherë edhe më kritik për të bërë atë kritikën e mirë që shpesh ndodh midis jush edhe në ekranin e një televizioni. Ka një postulat. Në art nuk ka mik. Në kuptimin e asaj që nuk ka miqësi, nuk mund të bash miqësi nga pikpamja e artit flas, nga pikpamja sociale, shoqërore mund të jesh një mik shumë i mirë, por nëse nuk ja thua një gjë, ne ja kemi thënë, kemi qenë shpeshherë, unë paktën kam qenë në analizat e mia, kam qenë edhe kritikus për disa gjëra, të cilat i mendoj
që edhe nga nisur dhe nga eksperienca dhe nga mosha tashmë dhe nga eksperienca që kam drejtuar disa institucione të artit dhe të kulturës, më ka bërë të kuptoj që e mira, ku është e mira dhe ku është e keqja. Nga njëherë, e mira dhe e keqja nuk janë shumë të ndara, nuk ka një vit gjërë, e ka vetëm një vit ndanë, sidomos se arti është një ekuilibër, dhe nëse shkelet ky ekuilibër dhe nëse kalohet ky ekuilibër, sigurisht prishet, sepse merauki vetëm imi është që të zhvillohet arti shqiptar. Unë nuk ndaloj dot për të punuar, domethënë punoj pikturë, punoj grafikën, punoj ke librat, punoj bëj emisionin, bëj dhe mësimin, sepse kështu jam edukuar. Por ajo që unë jam shumicor, këta janë gjithë miqtë e mi, ne diskutojmë shpeshherë për problemet e artit, sepse ne na mundon që pse mos bëjmë edhe ne si gjithë bota, të jemi si gjithë të tjerët, pra të konkurrojmë. Ne kemi për fatin ton të keq, luftat që na janë bërë, ato zhvillimet historike tonat, duke do më lejosh të futem një çik deri në periudhat e vjetra, arkaike, Shqipëria ka qenë një territor i cili konkurronte në nivelin e saj me produktin artistik më të fuqishëm të kohës. Këtu nuk janë të rëndësishme ardhjet e kolonive, qoftë greko-romake, por edhe të tjerëve, sepse pozicioni geografik i Shqipërisë, i territorit gjerë të madh të Shqipërisë, jo ky territor i cunguar, por territori i madh, sigurisht ishte i tillë që kishte produktin e vet artistik dhe pasanikët paraardhësit tanë, Ilir Alban, ishin të tillë që kishin mundësira zhvillimi kulture, arkitekture, urbanistike, të veprave të artit, të derdhjes të bronzit, të keramikës, të gjitha, që konkurronte me gjithë rajonet. Dhe kishte shërbimet që kanë ardhur, kanë qenë të tilla që kanë qenë vepra të cilat, qoftë edhe arti mesjetar, vepra të cilat vërtet konkurronin me shumë dinjitet. Unë mund të marr një shembull që veprat e Onufrit, për shembull. Unë kam qenë, kur isha në Galerinë e Arteve, kam qenë në Moskë, dhe do hapni një ekspozit të ikonografisë tek Andrea Rublev, me drejtorin, një drejtor shumë i vjetër, një profesor shumë i nderuar, Popov, kur i them që ne dëshirojmë të hapim një ekspozit tek Muzeu juaj Andrea Rublev, ai hapi syt dhe menjëherë ku thash, shiko, tha, nuk e kuptoj, tha, kërkesën tuaj, por megjithatë tha, si është puna, ja shpjegova, kur i thash që ne kemi më shumë ikona se ju, ai tha, të lutem, tha, jemi drejtues institucionesh, të jemi më serioz. I thash, të lutem, e them për numër popullsie, por kuptova një gjë. Interesi i tij ishte aq i madh pastaj sa ka pruar, ka sjell më mbrapa, ka sjell 2 studios, të cilët studiuan në mënyrë tepër të thellë artin e periudhës bizantine tek ne. Shqiptar, po. Dhe konkluzionet që solli, që më tha personalisht, ishte që Onufri është një Andrea Lubjov i jashtëzakonshëm. Pra, më i madh, Andrea Lubjov dallonte për masat, për pikturat e mëdha në dru, ndërsa Onufri kishte një intensitet maksimal të ngjyrës, sidomos ajo ngjyra intensive e kuqja, dhe pastaj edhe piktor tjerë, si David Selenicasi, që është edhe shekull 18 më vonë, pra 2 shekuj më vonë, tregon që ne kemi pas kulturë të hershme. Gabimisht ne dhe këto qarqet keqdashe shqiptare na kanë trajtuar si një pjesë që ne gjithmonë kemi konsumuar, pjesën e mbetjeve të kulturave të këtyre vendeve ballkanike. Kjo nuk është e vërtetë. Përkundrazi, ne kemi dhënë zërin ton, kemi thënë zërin ton, por ka ndodhur një fatkeqësi e madhe që periudha e komunizmit, duke e izoluar mbas viteve 60, sepse do të kemi parasysh deri në vitet 29-30, shqiptarët, këta që ne na quanin të prapambetur, merrnin pjesë në ankantet dhe blenin vepra arti.
dhe kanë sjell vepra arti nga bota, na kanë deri në Shën Peterburg. Pra, është një popull, këto pasanikët e atërshëm, qoftë nga Shkodra, qoftë nga Korça, dhe këta e them me kompetencë plot, sepse kam shkuar dhe në Korçë, në Shkodër, kur po ndiqnim këto për të pasuruar galerinë, dhe kemi parë vepra të jashtëzakonshme. Dhe ne kemi një fond të jashtëzakonshëm të veprave tuaja, që janë pjesë e galerisë kombëtare që janë shitur nga këta pasanik. Pra, kultura jonë nuk është e tillë, nuk meritonte që të izolonte në mënyrë të tillë, si u izolua në periudhën e komunizmit. Pra, kjo ishte një fatkeqësi kombëtare, e cila sigurisht la pasojat e veta, por në kalimin e kohës këto po riparohen, sepse tashmë shef kudo që shkon, shef artist shqiptar që krijojnë, që kanë vënë emër, që kanë bërë dhe institucione, galeri arti, qoftë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si është Gjergj Pali, ose dhe të tjerë që kanë krijuar galeri, ose janë shumë aktiv, që është edhe qendra që ne kishim në disa emisionet më përpara, qendra në Francë që bën aktivitetet të rëndësishme, qoftë artistët që folëm, emrat të cilë i përmendëm pak më parë. Unë do doja që ta mbyllnim së bashku, patjetër duke ju falenderuar ju për gjithë mbështetjen dhe dashamirësinë, duke falenderuar sidomos Radio Televizionin Shqiptar për këtë hapësirë televizive kushtuar artit pamor dhe të gjithë zhvillimit të artit në vendin tonë, dhe duke falenderuar sigurisht së bashku të gjithë publikun që na kanë ndjekur në këto vite dhe ka qenë dashamirës ndaj kësaj hapësire, dhe pse jo edhe interaktiv në shumë raste, duke na dhënë përshtypje të ndryshme për gjitha materialet që kemi transmetuar tek ta. Sigurisht që ajo që t'jep hapësirën është falenderimi i parë, por unë do të falenderoja stafin këtu që kemi përballë, kameramanët tonë, operatorët e zërit janë pjesë e rëndësishme e realizimit të këtij emisioni. Sigurisht që unë personalisht do të falenderoja ty për atë bashkëbizetim dhe për atë mirëkuptim që kemi vazhdimisht, për shqetësim që kemi, seriozitetin që ke, dhe besoj që në vazhdim të bëjmë një emision sa më atraktiv, sa më dinamik, sa më të prekshëm tek publiku. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve që na keni ndjekur. Ndahemi këtu me emisionin Art dhe Art për këtë sezon, duke shpresuar që do të shihemi së shpejti.